Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në mocën e informacion, do të flasim për një ngjarje të rëndë, në fakt që duket se po kthehet në një fenomen mjaft shqetësues, bëhet fjalë për plagosjen e një nxënësi 15 vjeçar pak ditë më parë në qytetin e Durrësit, një ngjarje kjo në fakt që ka risjell në vëmendje edhe ngjarjen e një viti më parë të vrasjes Martin Cani. Dy adoleshentë kanë nisur një sherrë në rrjetet sociale, e cila ka vijuar në shkollë, më pas mësimit situata ka degeneruar edhe në përleshje fizike, ku më pas është përdorur edhe thika. 15 vjeçari i plagosur është dërguar në spital në gjendje të rëndë me 4 plagë në trup. Ne do të flasim për këtë fenomen që është shumë shqetësues tek të rinjtë, sidomos në shkolla. Me mua në studio është bashkuar Kolindo Vjerda nga qendresa qytetare. Kolindo, faleminderit. Edleva Merko, mësuese, faleminderit që jemi me mua në studio. Gjithashtu do të na bashkohet online edhe Joni Mushketa nga Këshilli Bashkiak i Durrësit. Joni, të përshëndes, faleminderit që na bashkohesh në këtë bisedë. Kolindo, një ngjarje që ndodh pas një viti nga vrasja e Martit Cani, që në fakt ishte një ngjarje shumë e rëndë, ndodhur jo në ambientet e shkollës, por afër ambienteve të shkollës. Përgjatë këtij viti, çfarë masash ka marrë shteti për të garantuar sigurinë e nxënësve në shkolla? Së pari më lejo t'i uroj familjarëve shërim shpejt, sepse padyshim për ta është një ngjarje realisht shumë e rëndë, por shumë e rëndë edhe për gjithë shoqërinë tonë. Në fakt, është një ngjarje e cila na kujton në të gjitha elementet e saj ngjarjen e një viti më parë në shkollën Fanoli në Tiranë me të nderin Martin Cani. Në fakt, përgjatë gjithë këtij viti, mund të themi që qeveria ka ndërmarrë një sër hapësh, edhe pas protestave që u zhvilluan nga komuniteti i prindërve. U vendos mbyllja TikTok-ut, një formë apo një tjetër, por na rezulton për shembull që ngjarja apo konflikti apo ka sinjalet e para apo kanë iniciuar pikërisht në TikTok ose në rrjetet sociale. Çka do të thotë që as mbyllja, po as forma në cilën ne jemi pak hibride që disa e përdorin, disa jo, nuk është se sjell këto masa parandaluese. Nga ana tjetër, në fillim të këtij viti shkollor, u that paktën që do ketë rritje të oficerëve të sigurisë nëpër shkolla. U paralajmëruan disa shifrat në cilat do rritej prezenca e tyre. Oficeri i sigurisë në një formë apo një tjetër nuk është roja i shkollës, se shpesh këtë mundohemi ta ngatrojmë, është një rol i cili lidhet pikërisht me mbarvajtjen apo zgjidhjen e këtyre konflikteve të cilat ndodhin brenda institucioneve të shkollës. Tani, nëse ne shohim përgjatë këtij viti, ajo çka kuptojmë është një sër masash janë ndërmarrë, por ngjarjet vazhdojnë të jenë prezente. Për fatin e mirë, kjo ngjarje nuk ishte pasoj vdekjen dhe urojmë që të ketë sa më shpejt shërim, por në fakt ajo që ka ne shohim është në shpeshtësinë e tyre edhe përgjatë vitit, kemi patur edhe raste të tjera, jemi mbledhur prapë edhe përgjatë këtij viti për raste të tjera të konflikteve, të cilat mund të jenë të përmasave të ndryshme. Dhe unë mendoj që përtej së gjithave, përtej edhe asaj që ne shpesh diskutojmë duke vendosur edhe institucione, mendoj që edhe vetë shoqëria jonë në të gjithë këtë sistem që ne kemi krijuar një sistem të egër për gjithë. Dhe kjo reflektohet në gjitha moshat. E shohin tek prindërit në shtëpi, të cilët mundohen në një formë detyrohen që ta shfashin këtë egërsi në përballjen e çdoditshme të jetesës apo të situatave të ndryshme. E shohim më pas tek fëmijë që reflektohet, e shohim te studentët. Mjafton të shikosh një veprim shumë të vogël, që është marrja abonesë. Ne këtë nuk kemi zgjedhur një zgjidhje, për shembull, që ta marrim qytetarisht. Mund të gjashim forma, kemi digitalizuar çdo gjë, kemi digitalizuar edhe ministrinë për shembull. Tani kemi ministra online, nuk kemi digitalizuar abonem, po I lëm si të rit, si gjitha moshat, si edhe të moshuarit tani me që të shtyhen aty ta marrin dhe për të marrë mjafton një abone. Kemi parë studentët që shtyhen për të marrë një dhomë konvikti. Dhe përfundojnë më tej në konflikte. Këto janë forma se si ne gërsojmë shoqërinë, pra ne mësojmë kujdo që ti duhet të shtysh tjetrin që të marrësh dhe të fitosh një të mirë dhe një të drejtë. Dhe kjo reflektohet pastaj te gjitha moshat, se ai kur shef vllaun, normal që reflektohet edhe te dikush që është më i vogël. Dhe unë mendoj që në gjithë të gjitha këto lloj masash që janë ndërmarrë, padyshim që ndërlidhja kryesore qëndron tek familja dhe tek
tek shkolla, tek institucionet dhe të gjithë të hallka që ne i kemi të krijuara brenda institucionit, i kishim edhe në rastin e Martin Canit, sepse ne thamë duhet shtohen oficerët, po oficer sigurie kishte shkolla. Pra, duhet shtohen këto hallka, po duhet shtohen efektivisht këto hallka, që këto individ cilët punojnë brenda institucioneve, ta njësojnë rolin që kanë dhe ta vendosin atë në shërbim çdo ditë dhe të jenë prezent në institucione. Mos krijojmë vende të cilat vetëm sa për të marrë disa individ paga. Dhe ky mendoj unë që sot duhet diskutuar dhe duhet jetë problemi. Mendoj unë themelor. Në fakt, përpos këtyre masave të leva që janë marrë, por që po duket sikur nuk po japin atë efektivitetin e duhur. Është bërë një analizë serioze e këtyre rasteve të përsëritura në shkolla? Së është e rëndësishme edhe një analizë të tyre? Unë realisht uroj dhe shpresoj mos të kemi më raste të tilla, por duke qenë se kjo gjë duhet të monitorohet që te familja. Më thonë, fëmia sa del nga shtëpia, familja duhet ta monitorojë fëmijën. E nis për në shkollë, mjetet që duhet ketë për në shkollë, komunikimi i vazhdueshëm, sepse gjithkohës i hedhin fajin shkollës, mësuesit. Ndërkohë që harrojmë që ne sot në Shqipëri, sidomos në Tiranë, kemi shkollat me numra të ngarkuar nxënësit, klasat janë me nga 30-35, një mësues me 35 nxënës si mund të merret. 45 minuta janë ato, sa mund të t'ja dalë dhe me pjesën e komunikimit dhe situatave, shpjegimit të mësimit, pra janë gjithë ato gjëra që janë një herësh. Përsa i përket oficerëve të sigurisë, ka shkolla që këtë gjë e bëjnë më së miri, ka shkolla të cilat vlen për të dëshiruar, se si shta edhe parafolsi që realisht janë njerëz të punësuar pa profesionin përkatës, sepse normalisht ti duhet të kesh edhe sipas kritereve të oficerit të policisë duhet të kesh disa kritere, jo ti je thjesht një mësues ose një punonjës, një militant partie i punësuar në të pozicion, mendoj. Kështu që çdo gjë duhet të jetë zinxhir dhe hall pas hallku, që tek familja, komunikimi në familje, diskutimi. Në jetën e përditshme kemi një shoqëri që gjithkohës ne po të hapim televizorin, shikojmë politikan dhe ata janë modeli më i shumtuar i shoqërisë shqiptare sot. Ti ke një parlament që zihen, rihen, ti ke politikanë që ngatrojnë gjërat historike, ndërkohë që ata vendosin për buxhetin e arsimit, dhe buxheti i arsimit është vlen për të dëshiruar. Pra, kemi frymëzohemi nga personazhe që i quajnë VIP-a që kanë tekste këngësh të çuditshme për adoleshentët dhe çuditërisht ne e dimë që adoleshentët tërhiqen më së shumti nga këtë lloj tekstesh, nga këtë lloj rrymash, nga këtë lloj gjërash. Ne nuk kemi një edukim të mirëfillt. Dhe edukimi, unë them se kemi dështuar si shoqëri. E qartë, mirë, se do të avjojmë bisedën, se sigurisht shoqëria është shumë e rëndësishme. Joni, me që edhe ngjarja ka ndodhur në Durrës, sigurisht që ti je më në brendësi të gjithë kësaj, dua të di nëse është diskutuar kjo ngjarje në Këshillin Bashkiak të Durrësit, a ka masa të marra nga bashkia, si është sot gjendja e shkollave në Durrës? Pikës pari, lejoni që do flasë jo vetëm si antar i Këshillit Bashkiak, por do flasë rrallë parë si një prind. Për më pas do flasë edhe si pedagog në fakultetin e Universitetit Durrësit, UAMD-s. Është një çështje e cila nuk zgjidhet vetëm nga njëra anë ose nga njëra palë e të gjithë konglomeratit të interesave ose grupeve që interagojnë në shoqëri. Pra nuk mund t'i kërkojmë llogari vetëm forcës policore ose efektive të sigurisë që ndodhin nëpër shkolla, por bie dakord me të dy parafolësit në disa pika me ta, që shoqëria ne duhet të ndërtojë qasje. Janë probleme të kahershme dhe të shtrembëzuara në kohë, ku sjellin këto efekte tek adoleshentët që është mosha më nevralgjike dhe gabimet dhe pasojat e djegje për fat keq, si ka ndodhur një ditë më parë me rëndjerin adoleshent në Tiranë, riflektoritet sepse pikat e referimit, pikat e suksesit të njerëzve në thonjza të arritur ose njerëz të suksesshëm janë pjesa më degraduese ose ajo që duhet merret atë fakt si e tillë. E përmendit do janë fjalë duke filluar nga elita politikane,
që shohim rast pas rasti. Më falni që zjarret nuk duhet ta bëj politikë, por janë probleme realisht të cilat ndikojnë në mentalitetin dhe detyrimisht tek mosha më nevralgjike që janë adoleshentë. Pra, pasiguria sociale që nga parë kanë prindërit. Rendja nga mëngjesit deri në darkë në punë për të siguruar nevojat minimale. Aksesi pa kufizuar në informacion që kanë fëmijët. Mos qëndrimi në komunitetin familjar. Dukja e figurës së mësuesit që ka qenë një figurë elitare, dhe realisht është figura më e ndeshme dhe figura kyçe, nga i cili dalin të gjithë profesionet dhe ku shoqëria ngjizet në bazë të një kulture realisht të qëndrueshme. Janë probleme të cilat mund të ndodhin dhe në përketët e Parisit ose të Barcelonës, por kryesisht në vende që të kanë një ekonomi të shëndetshme, kanë një sistem arsimor dhe një sistem shoqëror të bazuar në rregulla, të bazuar në meritokraci, të bazuar në kulturën prej shefish, nuk ndodhin në këto masa në një vend me një sipërfaqe kaq vogël dhe me një popullsi që po mbetet sherr dita ditës. Dhe janë të gjitha këto probleme sociale të cilat bëjnë që toksiciteti në cilin jetojmë ne, për shkak të politikës, për shkak të narrativës, për shkak të mediat, e cila realisht janë rezultuar dhe klasë me këton, që duhet të censurohen disa raste dhe me smerën si bazë tika referimi nga shoqërinë të tij. Sigurisht të gjitha bashkë ndikojnë. Të gjitha bashkë këto ndikojnë, në fakt duke nisur nga prindri, pra aty ku del fëmia tek institucioni ku qëndron për shumë gjatë ditës, që është institucioni shkollor, shoqëria që ofron modele të cilat nuk janë për të ndjekur, po joni konkretisht bashkia, ka një strategji të qartë për sigurinë në shkolla, se flasim shumë për sigurinë në shkolla, thuhet se po bëhet shumë për sigurinë në shkolla, por vazhdimisht ndeshemi me raste të tilla fatkeqësisht. Dhe që duhet të jem shumë korrekt në njërën të pjesë, por dhe marrë një nisëm kohë më përpara për ngritjen e një komisioni të sigurisë, i cili do përbëhet nga antarë Këshillit Bashkiak, nga elementë të policisë shtetit, nga gazetarë, nga grupet tjera të interesit, të cilët duke formuar të institucionet të brenda bashkisë, do jetë një zë plus ka shi probleme që kanë me sigurinë shkolla dhe jo vetëm. Ne ju them që masa e ndërmarrë, por nuk mund zgjidhet me një roje ose me një nisë të tilla. Pra fenomeni është më i gjerë se kaq. Pra nuk mund zgjidhet brenda një viti një fenomen i cili ka prej mëse 4 dekada që vazhdon në negativ në regreset sipër. Ne do të fillojmë radhë parë me respektimin e ligjit, duke filluar nga vetja, duke kërkuar llogari për gjithçka më shton dhe më pas ta kërkojmë pas qetësi tek fëmijët. Pra unë nuk do ndajë që me një të rënd lapsit se në ndodhë një tragedi e cila kurse si nuk do të ndodhë, ne do të ndryshojmë qafjen dhe do zgjidhim gjërat që me lidhje. Jo, nuk ndodhë kështu. E qartë, Kolin, do flasim shumë për oficeri sigurisë, por në fakt cili është roli i këtij oficeri sigurie në ambientet e shkollës. Çfarë duhet bëj ai çdo ditë në mëngjes, ndoshta edhe me largimin e nxënësve, cili është qëllimi i këtij oficeri roje që qëndron aty? Tani, ajo që duhet kuptojmë, të gjithë sistemi krijohet nëpërmjet disa hallkave. Dhe çdo individ që është brenda këtij sistemi, pra roli që ai ndërmarr, ka një efekt apo ndikon në të tërën apo në mënyrën e reagimit. Pra është një sistem reagues, që nis që nga identifikimi i rastit, nëse rasti ndodh brenda institucionit klasës, është mësuesja i pari që identifikon rastin. Pastaj vazhdon dhe reflektohet tek këto organe të cilat janë krijuar rishtas dhe janë krijuar vitet e fundit, nuk kanë ekzistuar. Dhe oficeri i sigurisë si rol është pikërisht ai i cili e merr rastin, e trajton rastin, është ai i cili është prezent në momentin kur prindërit për shembull mund të thirren, dhe ky rast nëse kalon në një shkallë më të lartë, shkon pastaj te drejtoria e shkollës. E qartë, po në parandalimin e këtij rasti është në bashkëpunim me psikologun e shkollës. Padyshim sepse normal që këto mënyra komunikimi duhet ta kenë. Dhe më pas vendimarrja në momentin kur shikohet që rasti përsëritet, kalon të disa organe që ne i kemi brenda institucioneve të arsimit, po që pak i dëgjojmë. Janë disa organe të cilat ndërmarrin. Për shembull ato komisionet e etikës që janë brenda institucioneve arsimore. Sa herë mblidhen këto? A ndërmarrin këto raste? Shpeshherë janë shkalojmë, sepse themi vendoset ajo dilema e madhe me sjelljes, arsimimit, apo prindi i cili ndikon, i cili thot nuk dua që të ma heqin fëmijën tim nga kjo shkollë, por që në fakt ndoshta do të jetë diçka më mirë sepse në një ambient tjetër ai mund të reagojë ndryshe.
Dhe këto janë disa hallka të cilat duhet takojnë ekspertëve të jenë vendimarrës dhe jo presioni i cili vjen nga familja që shpesh herë kthehet ndikues dhe i step me pas institucionet, përgjegjësit që mund t'i marrim në hallkat ndryshme të mos reagojnë, po që këto raste duke mos reaguar ato të cilët janë ekspert, përgjegjës, njohës të rasteve. Dhe ajo ishte shumë e drejtë ajo që u tha që individët të cilët marrin këto role duhet të kenë formimin e duhur, sepse ato duhet të vlerësojnë rastin që më pas ne të shkojmë drejt parandalimit. Rasti i fundit ishte një rast i cili ka ndodhur tërësisht jashtë institucionet të shkollës. Po të kthehemi tek rasti i Martincanit, ishte një rast i cili ishte i paralajmëruar sepse konflikti kishte ndodhur disa ditë më parë dhe ai u qua deri në drejtorinë e shkollës, nuk arritën ta zgjidhnin dhe pastaj pasoi me rastin tragjik që ishte edhe vdekja. Pra, duhet thënë që këto raste në momentin kur ndodhin, këto organizma që ne kemi krijuar të funksionojnë dhe të jenë efektive. Dhe shumë e rëndësishme që gjitha rolet të funksionojnë. Është shumë e vërtet ajo që në disa shkolla funksionojnë dhe në disa jo. Dhe këtë e dim shumë mirë, sepse jo në të gjitha shkollat ne shohim që këto raste ndodhin. Por, padyshim, ne flasim në masën më të madhe, ne flasim në atë që ne kuptojmë çdo ditë. Mjafton të pyesim nxënësit sa njohin rolin e psikologut brenda shkollës. Shumë i rëndësishëm roli i psikologut brenda shkollës. Nuk e vlerësojmë atë sa duhet. Shpeshherë ne na takon të kuptojmë sepse në bazë të këtyre direktivave që vijnë nga ministria, një psikolog mbulon edhe 2 shkolla sot. Për shkak të numrit të nxënësve të cili duhet jetë një numër i përcaktuar dhe në shkolla duke qenë se përjashtu Tiranës, shkollat e tjera në gjithë Shqipërinë, numri i nxënësve mesatarisht është 24 nxënës për klasë. Heqim Tiranën sepse ne duhet dalim nga Tirana, është një realitet tjetër kur vjen puna si te infrastruktura, si te mekanizmat dhe funksionimi i shkollave. Dalim në për rrethe, dalim në për qytetet tjera, se s'më pëlqen t'i them rrethe, në qytetet tjera të Shqipërisë. Dhe e kupton se ky nuk është realitet. Shkojmë në shkollat në cilat ne kemi në zona rurale. Ku janë këto role? Sa janë të përgjithshëm të role? Në zonat rurale ne nuk kemi shkolla, nuk kemi ambiente. Në ato në të cilat ekzistojnë, pra prandaj po them, sepse në ato të cilat ne kemi një pjesë ekzistojnë akoma. Kemi shkollat e bashkuara, kemi klasat kolektive, kemi disa që na kanë mbetur akoma. Ku janë këto shërbime atje? A duhet t'ia çojmë edhe atyre atje shërbimet që të minimizojmë ndodhjen e këtyre? Prandaj ne kur shprehemi, sepse gjithkush e kalon nga eksperjenca personale. Nuk është të thënë që në eksperiencën personale mund ndodhin këto raste. Ne, kur flasim për masën e gjerë, në atë që ne dëgjojmë përtej rasteve personale. Dhe kjo është ajo në cilën ne sot na detyron të themi që këto role që krijojmë çdo vit, po kthehen në një formë apo një tjetër, thjesht role për të gëzuar disa individ cilët ne i shtojmë në borderot e të paguarve brenda sistemit tonë arsimor, po që në fakt ne nuk i shohim prezent brenda jetës shkollore. Shumë i rëndësishëm, si e thash, edhe psikologu, edhe ky rol i krijuar, sepse është krijuar për shkak të dinamikave të cilat kanë ardhur edhe situatave të fundit brenda shkollave. Etleva, sigurisht ti, bo mirë se askush je në marrëdhënie dhe komunikim të vazhdueshëm me nxënësit. Po, unë do të bëj një diferencë, sepse unë vi nga sistemi privat, dhe sistemi privat, kontrolli dhe gjithçka funksionon pak më ndryshe, sepse është pjesa e kamerave. Dhe pikërisht kontrolli në fakt duhet të ndalem, se kur themi tek roli i oficerit të shkollës, nuk është vetëm që të marrë rastin pasi ka ndodhur, të analizojë edhe të kryejë detyrën, por para se të ndodh. Ajo që është shumë shqetësuese, si ka mundësi që një fëmijë 14 apo 15 vjeç shkon në shkollë me thik. Pra, duhet ketë një kontroll, duhet ketë një evidentim. Pjesa e oficerit të sigurisë pikërisht bën këtë gjë, që kontrollon nxënësit që ka supozime që kanë diçka, sepse normalisht në një shkollë njihen nxënësit që janë pak problematikë, të flasim drejt tani. Njihen nxënësit që janë vërtet shembullor, janë gjitha kategoritë e nxënësve në për karakteret e tyre pavarësisht që janë vetëm fëmijë. Oficeri i sigurisë pikërisht të rol ka që të kontrollojë dhe të jetë në mbarvajtjen e procesit të kontrollit në shkollë. Pra që mos të ketë pjesë konfliktesh, mos të ketë situata të tilla, por kjo është në proces të vazhdueshëm çdo ditë. Konkretisht, oficeri i sigurisë që ne kemi në shkollë, që në pjesën e hyrjes nuk lejon që askush qoftë edhe prindri të hyjë në ambientet e shkollës kur është pjesa e orës së mësimit ose kur është shkolla ose pa njoftuar. Janë gjithkohës të mbyllur me kamera dhe normalisht nuk ka mundësi se të ndodhë asnjë nga incidentet. Në momentin që ti me monitoron çdo gjë me kamera,
me oficerin e sigurisë, mësuesit janë gjithkohës në dispozicion në 5 minutë që të bëhet pjesa e ndrimit të mësuesve nga klasa në klasë, nemi pjesa e dërzhunit që ndodhet dikur, vazhdon ende, por një pjesë e shkollave, për shembull, vlen për të dëshiruar, nuk është se bëjnë këtë gjë, sepse nuk kanë staf të mjaftueshëm mësuesish, se ne kemi shumë mangësira në sistemin arsimor. Kështu që çdo gjë është e lidhur, çdo zinxhir është e lidhur me njëra tjetrën. E qartë. Joni, edhe si prind sigurisht se është shumë e rëndësishme, po edhe si qytetar, po edhe si funksionar, se ke një funksion në Bashkinë e Durrësit, arsyet sepse shkojmë në konflikte paka shumë i analizuam dhe janë të shumta realisht, por kur bëhet fjalë për një shkollë e cila mirëpret një fëmijë 14 apo 15 vjeçar me fik gjatë orëve të mësimit, kjo është shumë shqetësuese dhe këtu ndoshta duhet të ketë një pikëthese, le të themi, edhe për oficerin e rojës, po a duhet që ndoshta edhe me ligj të ketë një hapësirë ku një patrull policie të shkojë her pas here në shkollë. Pra, çfarë mekanizmash duhet të marrim, të ndjekim në mënyrë që kjo të ndryshojë? Atëherë në radhë të parë, prapë qëndroj asaj çka thash më parë që nuk e gjëra që zgjidhen në problemet e mbartura shoqërore, shpenzimis shoqërisë, metnikat e referimet të suksesit, dëmat e politikës e tjera që janë nga pa dashur të bëhen ripërsëritës, nuk mund të zgjidhen me një mekanizëm artificial. Kjo është një proces i cili duhet të jetë në bashkërendim me të gjitha hallet e shoqërisë, nga institucionet, nga familja në radhë parë, dhe më pas nga përzgjedhja e të gjithë stafit akademik sipas meritës. I qëndrim kësaj sepse kemi parë që në shumta për pos vështirësi dhe ngarkesë që kanë mësuesit, për pos zhvërjes së figurës reale të mësuesit nga gjithë shoqëria në tërësi të klasë përtare, kemi dhe mësues dhe staf akademik i cili në mënyrë të pamerituar saktuar në vendet kyçe dhe nuk bajnë skellë për gjithësia në transformimin e mundshëm. Të gjitha këto përpos kësaj të sjellin këto fenomene që ndodhin. Atë që thatë ju është një problem i cili vjen dhe nga shtrezimi social i zonave brenda një qyteti. Pra mund të them që në Durrës kemi qendra ose shkollat që përmendën zonja më parë, shkollat private, zonat më të frekuentuara ose zonat më elitare le themi, kanë një kontroll dhe kanë një cilësi më të mirë, mësimdhënie, ambiente të gjithë tjerë. Ndërkohë që nuk ndodh në zonat rurale, në zonat pak më të thella, ku shkollat lihen bazore, klasat janë të mbigartuara, kontrolli vetëm për të dëshiruar e shumë të tjera. Atëherë ka unë doja të shoja që brenda është një çështje që kam ngritur dhe gjatë Këshillit Bashkiak, gjatë vlerësve të Këshillit Bashkiak, që brenda ambienteve të shkollës të jenë mentat, të jenë dhe makinetat mundësinë të kontrolluar, që fëmijët të mos dalin jashtë ambienteve të shkollës, me kohë që janë duhet të qëndrojnë aty brenda. Sepse në shumë raste dalin për të marrë diçka, qoftë një bidon ujë ose diçka për të ngrënë gjatë pushimit, dhe duhet të dalin jashtë ambientit të shkollës, ndërkohë që duhet të jenë brenda që mund të bëjnë rrezik dhe për aksidente të shumta, për shkak të mungesës sinjalistikës e tjera në radhë, por dhe konflikte të mundshme që nxiten nga mosha dhe nga gjithë problemet që sapo thamë. Kolindo, është folur shumë përveç oficerit të shkollës, pra oficeri që duhet qëndroj aty edhe për kamerat që duhet vendoseshin në shkolla, sa do të ndryshonin këtë realitet edhe kamerat, dhe a duhet funksionoj edhe kontrolli i fëmijëve, pra si duhet ta bëj evidentimin e këtyre rasteve oficeri i sigurisë, se kemi asur edhe në probleme të tilla që ndoshta edhe prindrit nuk duajnë që të kontrollohet çanta e fëmijës së tyre, pra ka edhe kështu stereotipesh. Unë mendoj që në të tilla situata ne çedojmë në shumë pika. Sepse shpesh herë në të gjitha këto që ne diskutojmë, po ta shohim dhe po të dëgjojmë gjithë diskutimin, ne e kthejmë shkollën nga një ambient rekreativ, një ambient edukativ, e kthejmë shkollën në një ambient riedukimi, apo thënë thjesht në thojza, se s'dua t'ja them kështu në burg. Sepse ne jemi duke shtuar, sepse nuk po dim ta zgjidhim situatën, dhe po shtojmë gjithë elementet cilët lidhet me kamerat. Sot për shembull kemi shkolla edhe shtetërore, ka patur projekte, kemi kamera në shkolla, të cilat monitorojnë edhe në shkolla shtetërore ambientet të jashtme dhe të brendshme. Ka patur projekte, kanë përfituar një pjesë e shkollave. Që të zgjerohet kjo, të
paktën në ambientet e përbashkëta. Unë nuk di të them nëse jam dakord apo jo që kjo të jetë në çdo klasë. Unë mendoj që në ambientet e përbashkëta, po, mund të ketë një farë forme që kamrat mund të shërbejnë për menaxhimin siç funksionon në çdo godinë institucioni. Nga ana tjetër, ajo që ka unë e shoh për shembull problematike. Ku e gjen një thik, një 14 vjeçar? Se kjo është pikpyetja më e madhe sot. Ma një 14 vjeçar, i cili nuk duhet të kishte jo në fokus, por nuk ku e gjen këtë informacion që të pajiset me një thik? Tani, këtu na çdon familja, kontrolli, sepse shpeshherë shmangim familje dhe shkojmë direkt dhe i drejtojmë institucionit. Shkollës, po. Po edukimi kryesor dhe pjesa e rëndësishme e edukimit ndodh tek familja. Apo mënyra se si ai sheh sjelljet në shtëpi dhe i reflekton më pas ato jashtë saj. Dhe aq më tepër pastaj kontrolli kryesor i pjesës dërmuese ditës ndodh tek familja. Po çfarë ndodh? Me oraret që kemi ne ndërmjet apo këto ndryshimet e orareve. Sa është orari i punës sot? Me orarin e qëndrimit të fëmijëve në shkolla, kjo disbalans krijon një vështirësi shumë herë më shtuar nga ana e prindit për ta kontrolluar fëmijën, sepse në fund të ditës prindi është në punë, fëmija ka mbaruar orarin mësimor, do detyrohet prindi ta çojë të përdor këto mekanizmat after schoolit, transportin që me pagesë sepse nuk e ka as publik. Dhe prap këtu mbi ngarkohet fëmia se pastaj vazhdon përsëri një studim të dytë. Pa dyshim. Unë mendoj që këtu duhet të ndërhyjmë te pjesa e studimit për të hapur klube sportiv, klube të, domethënë, që çdo fëmijë. Ajo pra që është diskutuar. Ajo që është diskutuar, zgjatja e kohë qëndrimit, se kur e kemi thënë zgjatja orareve të qëndrimit gjithmonë është marrë do rritet orët e mësimit. Jo, kohë qëndrimi në shkollë. Dhe shkolla mund të kthehet në një ambient i cila ofron shërbime të ndryshme në atë shkollën qendër komunitare që nuk u bas një herë. Që nisën si projekt, por së vazhdoi asnjëherë. Mbeti dhe kjo mund të rikthehet, ku fëmia mund të angazhohet në aty ku e ndjen ai, po në grupet ndryshme, ku e ndjen ai, po pikaset se mund të ketë prirje. Dhe do shtoja diçka tjetër, më fal se të ndërpres, këtu ne do të shmangnim fëmijët nga rrjetet sociale. Kjo do ishte mënyra më e mirë, sepse aty nga ajo vjen dhe konflikti realisht. Ne shikojmë fëmijë që janë gjithë ditën në telefon, mbarojnë shkollën dhe gjë e parë që bëjnë, marrin telefonin dhe futen në rrjetet sociale, fëmijë që janë ende 10 vjeç, ende 14 vjeç dhe marrin shembull më negativ, sepse ne e dimë se si janë rrjetet sociale. Pse shteti ynë ka zgjatur rrugët më shkurtë? Sepse kur vjen puna tek rrjetet sociale, ne zgjajmë rrugën më shkurtë, i mbyllim. Kjo është rruga e shkurtë. Pse shteti jo si një... Jo pra, por ne nuk u mbyll, ajo shkot, ajo mbyll vetëm një periudhë caktuar që mbarune zgjadhjet dhe pastaj u gjet në forma, edhe gjatë periudhës zgjadhje u gjet në formë VPN etj dhe u gjet në forma që të aksesoheshin rrjetet sociale. Shiko, kur një fëmijë 14 vjeç gjen një thik, unë mendoj që rrugën për të futur në rrjetet sociale e gjen shumë më shpejt. Po problemi është që shteti të gjej një formë në marrëveshje me gjitha këto rrjete sociale që ofrojnë, që të vendosi disa filtra. Filtra të kontentit për fëmijët, filtra të moshës në cilat dhe kjo zgjidhet. Dhe zgjidhet në marrëveshje mes shtetit dhe këtyre kompanive. Atëherë shteti nëse është kaq i dëshirueshëm apo ka dëshirë të angazhohet për zgjidhjen e këtë situatë, të gjej pak rrugët e vështira, të futet në këto rrugët e vështira që kërkojnë kohë ndoshta më të gjatë, rregullime ligjore etj, dhe këto janë rrugët të cilat në një formë apo një tjetër na krijojnë një siguri që nuk them që përjashton çdo lloj rasti që ndodh, por na krijojnë një siguri më të arsyeshme që këto lloj raste në një formë apo një tjetër mund të shkojmë drejt minimizimit, sepse është e vështirë, padyshim. Prandaj e thamë, janë shumë hallka dhe të vendosësh gjithë këto hallka të bashkëveprojnë dhe të jenë dhe të funksionojnë, realisht është shumë e vështirë. Edhe diçka tjetër që unë dua ta them, nga njëra anë mësuesit sot ne i kemi kthyer në individ procedural, kanë pafund letra të plotësojnë dhe pafund i kemi krijuar, unë nuk e di ato sekretaritë e shkollave për çfarë përdoren, unë nuk e di. I kemi si rol atje, nuk e di për çfarë përdoren, po mësuesi është kthyer një individ që plotëson letra, edhe nga ana tjetër ne e kemi zhvlerësuar shumë figurën e mësuesit dhe kjo
shpeshherë nis nga prindi. Dhe kur ai fëmijë sheh prindin në sy dhe përballë aty në prezent se si e zhvlerëson mësuesit, qoftë në momentin e përballjes direkte, qoftë ndoshta edhe në shtëpi, atëherë si do sillet ai me mësuesin nesër dhe në të gjitha këto pra në të dy drejtimet po ta marrim. Si nga njëra anë që e kemi mbi ngarkuar, si nga ana tjetër që ne shohim çdo ditë se si po zhvlerësohet, atëherë ne do shohim se fëmia do vendoset në disa sjellje shumë herë më agresive nga ato që brezat tanë nuk i kanë patur. Ndoshta ka patur individ të caktuar, por masa ka patur një formë respekti, nuk mund të them, apo mënyra e sjelljes ka qenë shumë herë më e kontrolluar. Kanë qenë ato tipat e vështirë që Etleva e tha në fillim që ka 2-3 tipa dhe dihet se kush janë. Ne do shkojmë në një hapësirë shumë shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish për ta vjuar bisedën. Rikthehemi në studio, do të vijmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në mocën e informacion, po flasim për sigurinë në shkolla, për fenomenin shqetësues të konfliktit mes fëmijëve. Etleva në dijenin tuaj, por edhe në shkollën tuaj, për të mos e marrë ndoshta si shembull për faktin se është një institucion privat, po a organizohen takime me nxënësit, me prindrit, pra psikologja e shkollës, për patur takime edhe ndërgjegjësuese, se në fund të ditës kemi të bëjmë me fëmijë dhe duhet një gjuhë tjetër komunikimi me ta. Para se të hyjë kjo pika për të kthyer përgjigjen, do dalem pak tek Australia, e cila ka ndaluar rrjetet sociale, për deri në moshën 16 vjeç. Njëkohësisht edhe Parlamenti Evropian miratoi në Strasburg një propozim jo legjislativ për ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët që janë të mitur. Pra, dhe psikologët që ishin prezent aty kanë duar trokitur dhe kanë mirëpritur këtë gjë. Pse? Sepse ndikon shumë në pjesën psikologjike të çdo fëmie, realisht. Që nga lojrat që ata luajnë janë të dhunshme pafund, këtë një qëfëse ju ka rastisur të shikoni vetë, janë me vrasje. Dhe atë loj dhune në psikologjinë e fëmijës praktikohet dhe në realitet, dhe kemi këto raste pastaj kur vjen 14 vjeç, 15 vjeç, që adoleshent. Sigurisht, po. Përsa i përket rolit të psikologës, në shkollën tonë ka qenë gjithmonë e prezent dhe ka qenë gjithkohës në kontakt me nxënësit, për shembull në klasat e 5-ta që është ajo pjesa e shkëputjes nga cikli ulës se fillon fëmia që ndryshon psikologjikisht, fizikisht dhe ka patur gjithmonë komunikim edhe në pjesën e klasës së 6. Roli psikologës, po them për shkollën private, është gjithmonë prezent edhe në komunikim me prindrit, edhe në komunikim diskutime ndihmes për mësuesit që hasin vështirësi për situata të ndryshme, sepse kush më mirë se psikologu, arrim të kuptoj botën e një fëmije në pjesën e ndryshimeve psikologjike që ai mund të ketë. Pavarësisht që dhe mësuesi është një psikolog i dytë, përveç se është një prind i dytë për vite me radhë, është dhe një psikolog i dytë që kryen atë pjesën e përditshmërisë, diskutimeve të vogla që mund të ndikojnë në psikologjinë e fëmijës për pozitivisht. Ndërsa përsa i përket shkollave privat, shtetërore, më falë, si që thamë pak më përpara, po të marim Tiranën, okej, kemi prezent psikologët, por po të marim qytetet e tjera, pastaj do të flasim pak më ndryshe. Ato punë janë, po dalin çdo ditë, po puna është Joni çfarë punë në bëjnë. Durrës, sipas informacioneve që ti ke në dinin tënde, edhe si prind, se po të referohem shumë si prind, se është shumë e rëndësishme në fakt. A ka biseda me prindrit, takime të veçanta për ndërgjegjësimin e fëmijëve, qoftë edhe ndërgjegjësimin se nuk duhet të përdoren armët në shkollë, nuk duhet të mbajmë armë, nuk duhet të prekim armë, pra për të përqendruar tek ky fenomen? Patjetër ka një diferencë shumë të madhe atë që tha dhe zonja fjalë ndërmjet institucioneve arsimore private dhe institucioneve arsimore publike. Pra është një hendek në disa raste goxha i madh në lidhje me të gjitha këto mbarvajtjen e kujdesit ndaj studentëve, nxënësve, fëmijëve tanë. Sepse ndoshta në shkollën publike mund ketë një psikolog për dy forma, por është e pamjaftueshme. Pra në fakt ka një ngarkesë të klasave me nxënët dhe një mësues i cili i ka të përditshëm nxënësit e ka shumë të vështirë të komunikojë me ta, të njohë problematikat e tij vetëm. Ne të marrim me mend se sa mund të jetë efektiv një psikolog i cili ka një barë goxha të madhe dhe më tepër ndodhet si figurë që emër se sa bën një punë reale. Po, ka takime me prindër periodike, pak në shkollën ku janë fëmijët e mi,
ka një qasje realisht serioze, por atë që ka bërë vere është do të ndalë edhe pak më parë që bërë ndërhyrjet në ndjes të zotërisë Pjan. Shteti nuk e ka me dëshirë, shteti e ka me detyrim politika pra parë që të përgjigjet dhe të parandaloj dhe të ndërtoj politika vizionare për dekadat e ardhme, sidomos në lidhje me sistemin arsimor, sepse nga aty vjen baza e një shoqërie. Është e vërtetë që është një fenomen i cili duhet të bashkëveprojmë të dy kahet, si politika, si institucioni arsimor, ashtu dhe familja, është shumë e rëndësishme, sepse më lejohet të ndalen në periudhën kur unë kam qenë fëmijë dhe një pjesë ju të besoj në studio, nuk kanë qenë këto masat parandaluese me oficerëje, me psikologë e tjerë, por figura qendrore e mësuesit ka qenë një figurë elitare, kur realisht ishte mësues me reputacion, realisht ishte një mësues i cili bënte detyrën e tij më së miri dhe vlerësohej nga gjithë shoqëria ndërkohë. Le të ta nisim nga këtu. Pra, të shkëputemi nga nepotismi, të shkëputemi nga militantizmi dhe të vendosen njerëz të duhur në pozicionet e duhura për shkak të meritës dhe jo për shkak të ndërhyrjeve politike sipas orekseve ose situatave elektorale të bardhë. Sepse nga këtu vjen diçka. Sistemi arsimor, politika duhet të mbajë larg duar dhe duhet të krijojë kushtet maksimale që një mësues të jetë dinjitos dhe në jetën e tij private. Sepse shumë raste, në raste më të shumta, kemi mësues po qoftë pedagog, qoftë mësuesit e shkollave e gjimnazeve, të cilët bëjnë një punë të dytë, bëjnë dy punësim, sepse realisht nuk i del paga me të cilën ata punojnë për misionin që ata kanë. Sepse thjesht mësues nuk është një profesion, por është një mision dhe duhet ta duash realisht atë. Ndërkohë shohim që dhe në degët që sillen në universitete, ata me mesatarë më të ulët shkojnë marrin fitim sa për pasur një deg, më pas të emërohen sipas orekseve të shtetit të arsimit ose të politikanit në qarkut caktuar në vendin caktuar. Ka këtu fillon gjithçka për mendimin tim. Ndërkohë joni shohim që në fakt të rinjt sot po shkojnë në një rebelizëm që shkon përtej kontrollit, pra dalin jashtë kufirit të kontrollit. Pse po shkojnë të rinjt deri në këtë pikë? Shohim një agresivitet, pra shkon përtej konfliktit. Jo, situata atëherë dhe dinamizmi dhe mënyrat e turet kanë ndryshuar shumë me futjen e teknologjisë. Pra, në qoftë se teknologjia ose informacioni që kanë fëmijët, qoftë të rinj, po fëmijët duke qenë më vulnerabël ndaj tij, është më i dëmshëm. Pra, u përmendë më parë që përmes një aparati telefon celular i ke botën dhe ke një akses të pakufizueshëm në një informacion i cili është tepër i dëmshëm. Sidomos në shoqërinë tonë, kur është një shoqëri temase e përgjithshme, është një shoqëri për cilës nuk kanë piketa mbi çmërinë, mbi figurat realisht të arritura përmes punës, përmes karrierës, përmes studimit, por duke pasur elemente të tilla dhe figura të tilla dhe qasje kashim paligjshmërisë ku ndodhin fenomene riftas që njerëz të cilët shohim në 18, 19, 20 vjeçara, diçka më tepër që shohim me një luftë të frenuar dhe me si pikë referimi me fitimit të shpejt dhe kjo sjell dhe këtë lloj rebelizmi ose këtë lloj lufte brenda vetes duke krijuar komplekse të mëdha sidomos tek adoleshentët dhe fëmijët. Kolindo, a mendon se dhuna mes të rinjve është reflektimi një dhune më të gjerë shoqërore, pra përtej këtyre modeleve që shohin në rrjetet sociale se shkon përtej shoqërisë tonë kjo? E mendoj, e besoj edhe mendoj që kemi arritur në një pikë ku mund të them kemi probleme reale sociale. Të dimensioneve të ndryshme, të cilat padyshim mund të jenë psikologët ato që mund ta shpjegojnë më mirë në aspektin se çfarë po kalon realisht shoqëria jonë, por unë e thash dhe nga kjo e nisa. Ne shohim që në përditshmërinë tonë, për të arritur për të marrë gjëra minimale, detyrohemi, pra sistemi, mënyrat që kemi krijuar, na detyron që ne të përballemi me tjetrin, pra të vendosemi në përballje me tjetrin dhe na mëson që po nuk u përballemi me tjetrin në mënyrë direkte, qoftë edhe me dhunë, me pak dhunë, ne nuk e marrim atë që na në fundis na takon, po marrim diçka ekstra, po marrim diçka që na takon dhe mënyra që ne formohemi çdo ditë në një mënyrë të tillë
padyshim që kjo kulturë që krijohet e përgjithshme. Nuk kemi kulturën e forcës së fjalës të argumentit, por kemi kulturën Sa e jemi larguar forcës me së kohë. dhunës fizike. Këtë e shet reflektuar kudo? E shet reflektuar që tek shoqëria, familja, tek më pas fëmijët padyshim janë shëmbëlltyre asaj që shohin çdo ditë. Fëmijët mësojnë duke parë, pra ai shikon format e sjelljes dhe mundohet të imitojë format e sjelljes së tjerëve. Këtë e Pra vinë këto fëmijë nga familje me një po ju nuk mund ta themi këto, unë them është e përgjithshme. Është e përgjithshme, nuk mund ta themi këtë. Po s'ke nevojë. Pse ato të cilët ne i shohim si, për shembull, ti she kuvendin ditë për ditë. Marrë një shemull të vogël përveç kuvendit që na është bërë si buka me djathtë, presim diçka të re nga kuvendi i Shqipërisë. Po jo, gjithçka mendoj është hallm. Ne po të marrim organet kryesore, aty ku duhet të ishte forca e fjalës, ne shohim që nuk është forca e fjalës, po është forca fizike që shpeshherë përcakton gjuha urrëties që ne e shohim kështu të përhapur në mënyrë. Ne promovojmë librat jashtë vetëm gjatë periudhës së panairit të librit. Ne nuk e bëjmë të promovim gjatë gjithë kohës në rrjetet tona sociale, në kanalet televizive. Nuk ofrojmë modele të bukur. Ne ecim sipas trendit. Ne krijojmë trend në momente të caktuara. Në gjatë kohës që është paneri i librit, libri është trend që duhet reklamuar dhe ne ndjekim trendin. Një periudhë tjetër mund të jetë diçka tjetër dhe të gjithë ndjekin trendin. Ne kemi thjesht vitrinën, ndërkohë që magazina është komplet bosh. Ky lloj degradimi që ne duhet ta pranojmë, ka ardhur ndër vite. Duhet ta pranojmë, por duhet ta rikuperojmë sa jemi në kohë. Po, hapi parë është pranojmë ku jemi, që të mundohemi të ndryshojmë. Dhe prandaj e themi edhe shpeshherë dhe m'vjen mirë që është e përgjithshme. Po flasim për ta pranojmë ku jemi, kjo vlen edhe për shkollat, se her pas here shohim që raste të dhunës, konflikteve edhe nuk raportohen, qoftë nga mësuesja brenda klasës, qoftë nga drejtoria e shkollës, se po të kujtojmë edhe rastin e Martincanit, familjarët, pra prindrit thonin ne nuk jemi në dieni të këtij konflikti, ndërkohë që konflikti kishte ndodhur 2 ditë më parë, pra e gjitha vjen edhe për shkak të neglizhencës. Duhet kemi mësues të përgjegjshëm, jo militant partie. Ne kuptojmë vetëm rastet cilat janë tragjike ose afër tragjikes, që media interesohet dhe i shpalos ato dhe i bën publike. Sa raste, edhe gjatë kohës në cilën ne po të flasim për rastin e Martincanit, në po në të njëjtën periudhë, në disa shkolla në Tiranë ka patur konflikte të ngjashme, asnjëherë ishte publike. Kemi patur edhe në qytete të tjera. Edhe në konflikte, unë po them, në po të njëjtën periudhë, pra u mor një rast sepse ishte ngjarje tragjike dhe ju dha vëmendje mediatike, po sa të tjera ka që nuk diskutohen dhe ndodhin çdo ditë. Dhe problemi që ne sot jemi kthyer në tilla dhe diskutojmë tilla mekanizma është se ky lloj fenomeni është dhe ne e shohim se është kthyer në mënyrë sjellje. Dhe kjo mendoj unë që është problemi. Ky lloj agresiviteti i shtuar në mënyrën e sjelljes së të gjithëve ne, shpeshherë nga frustrimi që ne kemi për shkak të problemeve që nis të rritunit, që mund të kenë frustrime ekonomike, të përballimit të jetesës, të punës, të lodhjes etj. me radhë. Padyshim që kjo përkthehet tek një mungesë vëmendje tek fëmia i tyre, sepse ato duke u ndjerë të lodhur nuk kushtojnë vëmendje fëmijës. Prioriteti nuk është më fëmia. Dhe nuk është më fëmia dhe fëmia pastaj den plan. Tek nxënësit këtë ndryshim sjellje ndër vite, pra një agresivitet i shtuar, si ka agravuar, si e shtuar? Ka raste, por pjesa më e madhe, unë do ta marr në përgjithësi, nuk po marr domethënë pjesën e privatit, po marr. Kemi një agresivitet të rritur? Unë thash një nga gjërat kryesore është dhe pjesa e internetit, janë lojrat. Lojrat kanë një dhunë të jashtëzakonshme. Në qoftë do të ishte një specialist, një psikolog dhe do të analizonte, do të tregonte këtë fakt. Dhe me sa kam parë, e kanë analizuar, e kanë treguar që lojrat elektronike që luajnë fëmijët sot janë jashtëzakonisht të rrezikshme për pjesën psikologjike të fëmijës. Pra ato janë të para që nxitin dhunë, nxitin urrejtje dhe fëmijët realisht emitojnë më mirë atë pjesën e dhunës, se sa pjesën e gjërave të bukura. Pra, 1 minutë, 1 sekond mjafton për të bërë të keqen dhe sa kohë duhet për të ndërtuar të mirën. Për ta rikuperuar. Joni, çfarë iniciativash duhet marrë konkretisht Këshilli Bashkiak, ndoshta për të rishikuar rregulloren në shkolla, rregulloren e sigurisë në shkolla? Atëherë, atë që duhet bëjë Këshilli Bashkiak, që e kam ngritur 100 krye herës, është që shkollat të ofrojë ambientet edhe si të ofrojnë shkolla private, të ofrojë dhe ambientin e post-studimit, pas mbarimit të shkollës, sepse krijon një problem realisht shumë të madh me fakte në ciklet e ulta, me prindër të cilët kanë një orar
të zgjatur të punës, ndërkohë që shkolla mbaron në orën 12:30 dhe krijon goxha probleme lidhur me ta. Duhet të krijojë ambientet e ngrënies, ambientet e rekreative dhe një bashkëveprim dhe bashkëbisedim të madh me familjen dhe me prindin tërësi. Përpos kësaj duhet një lobim qytetar, një kërkesë llogarie duke filluar nga vetja dhe jo një vestje për gjëra që nuk na prekin drejt për drejt, por na prekin në mënyrë të tërëtore. Sepse si të thamë që këto janë probleme të mbartura sociale, duke filluar nga pasiguria, nga toksiciteti i ambientit ku jetojmë ne totalisht si shoqëri, që më pas përkthehen tek fëmijët të cilët nuk dinë si të menaxhojnë në mënyrë më të mirë të mundshme gjithë këto strese, gjithë këto siklete që has shoqëria në tërësi. Sa bashkëpunon në këtë rast bashkia me policinë, me institucionet arsimore në konflikte të tilla? Problemi nuk është vetëm kur ndodhe rasti. Bashkëpunimi duhet të jetë i vazhdueshëm për të paraprirë rasteve, sepse në moment që ka ndodhur tragjedia, është e kohë që ne të marrim masa ato 2 javore, sa ngjarja është akoma e ngrohtë, dhe më pas rikthehemi në atë rutinën tonë të përditshme. Këtu duhet ndryshojë qasja e institucioneve, karshi ligjshmërisë dhe karshi personave të cilët janë caktuar që të bërë detyrën ku ndodhen. Për mua mënyra e përzgjedhjes të gjithë administratës, qoftë bashkisë, qoftë të pushtetit qendror e MT, është një nga problemet kyçe e cila reflekton nepotizmin, militantizmin dhe jo meritokracinë për shkak të profesionalitetit dhe qytetarisë që duhet ketë çdo profesionist në fushën e tij. E qartë. Kolindo, a duhet një reformë thellë në mënyrën se si trajtohen konflikte të tilla në institucionin arsimor? Unë po them po kush po na dëgjon? Se dëgjon kjo as është kush se problemi që ne flasim. dhe atë po mendoja tash. Uroj shumë mos mblidhemi prap për të tilla raste, sepse mjafton ne dëgjojmë, vjen fushata, ne dëgjojmë gjitha këto pika. Unë për shembull tani që po dëgjoja parafolsin që po i përmendte, gjitha këto janë pjesë e programit qeverisës, do vendoset ushqimi në shkolla, po shkolla që i ndërtojmë pa ambiente ku mensa ku do shpërndahet ushqimi, pra që ka të regon se nuk është serioze as ajo që thuhet, do vendoset transporti për studentët, as këtë nuk përshojmë do një hap i cili që po ndërmerret praktikisht. Të aspekti i sigurisë janë diskutuar kamerat, janë diskutuar oficerët, po ajo që ka shojmë që këto lloj rastesh po vazhdojnë dhe evidentojnë dhe sa herë ne vim themi duhet reformë, duhet vëmendje. Dhe s'pari niste vëmendja që ne duhet ja kushtojmë arsimit dhe prap ne vim flasim, mendojmë se flasim për arsimin, ne gjithë këtë ne diskutojmë infrastrukturë, diskutojmë siguri, që duhet ishin tashmë të anashkaluara kur vjen puna tek ajo që ne duhet flasim realisht për problemet që ka sot sistemi jonë arsimor. Të gjitha këto nuk bëhen pa financa dhe këtë duhet ta themi dhe kur shohim kur vjen puna tek ndarja e buxhetit, arsimit i lehet po e njëjta përqindje çdo vit, kënaqemi kur rriset. Po padyshim sepse po ta krahasoj me prodhimin e brendshëm bruto që pritet në 2026 është një përqindje edhe më ulët se vitin e kaluar dhe me çfarë do arrim që ne ti realizojmë gjitha këto, ne shohim që pavarësisht se flitet, kur ngjarja është e nxehtë, merren dhe për shkak se opinioni publik është i agravuar, institucionet flasin dhe mundohen ta çtensionojnë situatën, në momentin kur harrohet diçka e tillë, atëherë nuk ka asnjë formë tjetër reagimi dhe vazhdon të qëndrojnë heshtje dhe kjo është ajo cila duhet të jetë sirena e alarmit që duhet i kërkojmë institucioneve dhe shpresoj shumë që prindrit duhet kuptojnë rolin që kanë, mësuesit nga ana tjetër duhet të jenë në përgjithshmërinë e duhur për të qëndruar në rëndësinë që kanë brenda sistemit arsimor dhe gjitha hallka që ne flasim sepse rolin që ka prindi nuk e zëvendëson mësuesi, por as prindi nuk duhet i mbi vendoset mësuesit sepse është një rol i cili zhvillohet nga një profesionist. Dhe urojmë shumë padyshim dhe duhet kuptojnë dhe duhet bashkëpunojnë këto hallka. Për sa kohë ne këtë nuk e shohim dhe e shohim shumë zbehtas brenda institucioneve arsimore, do vazhdojmë të jemi në po të njëjta detyra, por uroj shumë pa raste tragjike, sepse realisht ka ndodhur shumë këto kohë dhe nuk besoj që kemi nevojë më për tilla raste. Kjo është shumë e rëndësishme të kemi një eliminim këtyre konflikteve, se nuk është bukur kur flasim për raste të tilla. Etleva, faleminderit, Kolindo, faleminderit, Joni, faleminderit shumë që u bashkove në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne. Faleminderit.